Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Organizatët e Traktatit Atlantikut Verior pas përfundimit të vizitave të sekretarit përgjithshëm Mark Rutte në Sarajevo dhe më pas në Prishtinë, rikonfirmon angazhimin e saj për stabilitetin e Ballkanit Perëndimor. Gjatë vizitës së tij, Rutte theksoi se NATO mbetet e përkushtuar në mënyrë të palëkundur ndaj stabilitetit të këtij rajoni dhe ndaj sovranitetit, integritetit territorial dhe sigurisë së Bosnjës dhe Hercegovinës. Në lidhje me zhvillimet në Kosovë, thuhet se NATO do vazhdojë të luajë rolin e saj në bashkërendim të ngushtë me policinë e Kosovës dhe misionin e BE-s për sundimin e ligjit në Kosovë, secili në rolin e tij si garantues i sigurisë, shtoi ai. Zgjidhja që çon në paqe afatgjatësh politike, NATO do vazhdojë të mbështesë plotësisht normalizimin e marrëdhënieve midis Beogradit dhe Prishtinës të udhëhequr nga Bashkimi Evropian, thuhet në reagimin zyrtar të aleancës. Qeveria e Kosovës miraton lidhjen e marrëveshjes kornisë për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Para kabinetit qeveritar këtë marrëveshje e ka prezantuar ministri i mbrojtjes Eyüp Maqedonsi. Ai foli për rëndësinë që ka kjo marrëveshje, e cila më pas mori dhe miratimin e kabinetit qeveritar. Një hap i tillë i bashkëpunimit është marrë në përputhje me qëllimin e integrimit më të gjerë euroatlantik, trajnimet e kërcënimeve për sigurinë, gjithmonë duke mbështetur në partneritetin ekzistues në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, ta ministri i mbrojtjes Eyüp Maqedonsi. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti konfirmon se nga sot shtetasit e Kosovës në Gjermani nuk do të regjistrohen më si shtetas të Serbisë. Për këtë, kryeministri ka shprehur mirënjohje Ministrisë së Punëve të Jashtme. Andaj të nderuar bashkëdhëtar tonë në Gjermani, ju bëjmë thirrje që të verifikoni dhe nëse është nevojshme të korrigjoni regjistrimin e shtetësisë në dokumentet tuaja. Për çdo ndihmë ose informacion shtesë, kontaktoni ambasadën tonë në Berlin ose misionet konsulore në Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Munich ose Stuttgart. Bashkimi Evropian i bën thirrje Serbisë të ulë tensionet. Ky reagim i Brukselit vjen pas paralajmërimeve për një tubim të madh në Beograd, që planifikohet të mbahet më 15 mars, në të cilin autoritetet serbe parashohin që të ketë dhunë të madhe, teksa presidenti i shtetit ka paralajmëruar arrestime. Ashtu Bashkimi Evropian tha se pjesëmarrja e qytetarëve luan rol kyç në zhvillimin e një shoqërie të shëndetshme dhe demokratike, duke përfshirë promovimin e transparencës dhe përgjegjësisë. Ditëve të fundit, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić paralajmëroi disa herë se opozita do organizojë një dhunë të madhe më 15 mars dhe se të gjithë ata që do të marrin pjesë në të do të arrestohen. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në një nga takimet e radhës në Asambletë e Kavajës dhe Vorrës kërkoi vota për Partinë Socialiste si të vetmen forcë që sipas tij e çon Shqipërinë në ombrellën europiane. Na kanë thënë mbyllini negociatat në 2007, pra do të thotë bëni gjithë këto e shtëpisë dhe ne do ju marrim brenda në shtëpi. Kjo është diçka shumë e madhe për të humbur ose për të vënë diskutim nga vogëlsia të tipit jam me këtë parti, jam me atë parti. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.